pasha besën s'kena ditë që u friga. Dejnë mitrolez, ma ne i spato ma shumë a ditë me veti. Në zonën priten, atë u desht me luftuja, me pështu krytja me ra vetë. Kështu që po ta rastin, që ati snajperisit mja dhoj plën bollë edhe me dolë për rrethi. Fshati Prekaz ishte shndruar në fortesë të pathyeshme. Për këtë arsye, Serbia kishte koncentruar shumë trupa e artillerisë të rënda në atë zonë, vetëm të bënte ballë një grupi jo të madh, por të guximshëm. Nga ky fshat është edhe ish ushtari Ferhat Imeri, i cili rrjedh nga një familje patriotike e kryengritëse. Duke kujtuar bombardimet e datës 5, 6 dhe 7 mars, ai ka treguar se posa kanë dëgjuar krismat në orët e para të mëngjesit, janë mobilizuar për t'i bërë rezistencë regjimit serb. Rrjedhi për një familje kryengritëse gjithë kundër regjimeve okupuese, pasaçërisht edhe në kohën e Turkut, po edhe në kohën e shkijeve, e Serbisë, çdo herë kemi qenë kundërshtar të fuqishëm të atij regjimeve okupuese. Dhe në momentin kur u pa se do të fillon lufta, ne na patën për zonë edhe pej pune, për ndryshe kam punu në punë, kam punu në shkollë këtu, shkollë të Prekazit, kam qenë sekretari shkollës të Prekazit, një 8 vjetë, një 4 vjetë kam punu në Skenderaj, e tjerat në Mitrovice në Prishtinë, deri në Altanishën kur na përzonën nga puna. Në ato momente veç u ditë që duhet bëjmë përgatitje për luftë, veç ndryshe, po veç për luftë, dhe ajo s'mungoj. Kështu që kur filloi lufta, me 5-6, po edhe ma herët, kemi qenë çdo herë të përgatitur. Dhe çdo herë kemi qenë përkras të çështjes kombëtare. Tradicionalisht në familjen tonë Majdallumi ka qenë Abdul Imeri, i cili u vrau në 1923 nga forcat e gjandarmarisë serbe në Deveç, aty ofër Kryshevcit ka është ky djali, që aty është plagu edhe prej aty ka vdek. Kjo lufta e jonë e UÇK-s nuk na kanë zonë befasi, s'na kanë zonë befasi se kemi qenë të përgatitur. Me 5-6 po vim këtu të kjo data kritike, në mëngjes herët po sa i nitëm krismat. U mobilizum, dulëm kush me orë, me kush anej, kush knej, edhe ishte një qysh me thonë, një moment shumë i ronë, kur popullata o detyru me ikë. Në atë moment, gati përjetova një shok, kur i pash një familje tonën këtu të lagjës të ikë, ata s'kishin mashkull të rritën, kretë fëmijë, me gruja, me fëmijë dhe me gjyshin. Edhe na dulëm u pozicionum në pozita, po ishte pa mundshme të afrohemi nga atë, me bo rezistencë deri në orët e mbrëmjes. Në orët e mbrëmjes erdhën njerëzit prej Prishtine, aktivistat prej Prishtine, Beli Bashqe, të që këj bunor që tu ka ardhë Basri Musmurati, tha, kena niqit kanë gjuhë, se ata gjojten ushtria prej pozitave Prekazit tullt atje, e goditen këtu, edhe goditen edhe shpinë, gjë që kënej atë ditë s'kanë gjuhë ditën e parë, po këtu gjujten, sepse ata kanë ditë mirë ku është dhe çfarë është. Edhe në mbrëmje u rreshtum një 11 vetë, na dhanë porosin, Sheqer Barani, Basri Musmurati, e shumë aktivistë tjerë që erën prej Prishtine, prej vushtërije kame deri në Prekaz të shkolla. Edhe po më pyesin mu se isha si organizator i kësaj pjesë kënena, se ma me përvoj, të armatosun ishëm, çka dëni me bo, çka dëni me bo, është valla sa të vjen mbrëmja, do të mundohemi me mu fut të jashart, mos mundu me nxjerr dikan, sepse ishte ditën ishte pa mundshme, rrethimi ishte i hekurt, armatimi ishte për gjitha armëve. Më ka rast e mi numrua ditë 27 herë kreske një lloj armatimi i ron, panol, tem e plohën shkoj këtë jashart krejt, po gjatë ditës i pam një 2 vetë që dulen në livadë dhe i pam njoni lëviz dhe njoni kishte pas mbeti vdekur.
edhe në mramje, unë e vetë 11 u mësym me shku. Atje më smunë me bo diqka. Edhe të shkue, në tha njoni, tha, o pasha besën, tha jojni të shku me ranë pritën, tha se që ku janë policia ku i kanë bo dhe grupat për mos me mujtë mu afru. U këthym, murëm një kerë me një kalli dhe qatë plagosën e prënëm këto qëtu në lagjë. E prënëm këtu në lagjë, e vendosëm. U shëru së dërsh gjallë, kurse vllajti ishte me t'i vdekun. Ata kanë tentu me hi atje të Jashart, të fshatit Dubovc kanë qenë, por njoni kishte me t'i vdekun, ajo është së gjallë kështu. Por, betejë në Prekaz nuk ishte nisur vetëm ato ditë të fillimit të marsit. Imeri kujton ditët e ofenzivës së shtatorit, të cilat thotë se kanë qenë ditë më të ashpra të luftës. E për të shpëtuar, Imerit i ishte dashur të shtrihej si i vrarë. Ka qenë një luftë shumë e ashpër. A dite kanë gjujt për të naonve e aq ma keq tani edhe ma bon. Aq ma keq ka qenë ofensiva e shtatorit, kus na kanë lënë sen mi tokun, të na njeke, të na djegë. A dite të ajo ndërtes që aty kam qenë, kur më kanë gjume me mina helsë. Po për fatin e mirë, në stamp kështu, me gurë, me në herë si ra aty, spirrat më shkun mi krye, nuk më rëku asë një spirë mu, një lopë më plagun, ato 2 drejtare i qiten për i veni, granatimet, mandej me ditën e Bajramit vogël, aty ishëm të hongër buk, 23 ushtarë të që kes kanë qenë, edhe kur filloj granatimi prej asoj kodrës në tonë shpis, ata u tremen u qunë pej buke. Thash, më suqoni, thash se kjo është muri, trash një tullë gjysë nuk mundën të veç në gjufshin me naj raketë, se s'kanë që më në bon. U qunë iken, dullen, diku i metën në vesha, diku i metën në orme, diqka. Edhe, kështu që s'pat viktima, unë e kom marrë armet dhe kom dalë qitu. Kur kom dalë qitu, në shpini kom pas 6 arme, që u metën aty në shokve që u tremen e eken, buka met, se kënë të angër silën e Bajramit. Unë i mor ato arme, dolla kur dalë këtu, met në shpi gruja, 2 vojzat edhe një vlla. Bilja i vllau ka qenë gjdo herë pranë Ademit, Zimere, ka emrin. Gjithë ka qenë me to vllauve, djalije, e na paraun është kështu. Po në atë moment, kur kom dalë këtu, më kanë pa ata dhe më kanë gjujt me mitroles. Më kanë rrë plumat mes komve dhe o ftyrës. Atëherë unë jem gjuhë kështu, kisha që më rëkën, pa më rëk heq. A i vlau bërtit i thatë mura, thash jo, jesë më ka morë, po rrej se jo. Edhe pështuva dhe aty. Herën tjetër, të i këshyrën me dorbi, ata kanë gjujt me top. Më kardë granata mbi kuk, e i ka ra gjamis, tej për tej e ka qpu gjamin. E ka qpu gjamin, mu për një gjysore më lap, nuk më isha me nimo. Në ato dit, a i bashkë me 6 ushtarë të tjerë të lagjës, i kishin dalë në prit ushtrisë serbe që ishte duke ardhur në drejtim të fshatit. Ushtria serbe kishte teknik të rëndë, kurse ushtarët e OÇK-s ishte të armatosur deri në mitroles. Imeri thot se kishte shfrytëzuar rastin dhe një snajperist i serb i dha një plumb në ballë. Herën e dytë me 22 shtatorë kemi pas mas vështiri. Edhe u pozicionum këtu, grupi shumë një 20 e sa vetë, me jo dalë në prit ushtrisë edhe policisë që vishin kënin ato gjuhe, të granatue. Edhe në arro rosti me shku pak ma largë, kur shku ma tje, unë e i thirë dhe thash, hajde, kush po vini, të gjithë, ajon, po nuk u deshke me shku grupi madhë, të ishëm jo hi në me unë zopritën, i mora veç 6 vetë dhe shku ma tje, kur shku ma tje, ata krejtën me teknik të ronë, me arme pak ma të leta, dejnë mitrolez, ma ne i spatu ma shumë adit, me veti, në zonën pritën,
aty u desht me luftuja, me pështu krytja me ra vetë. Kështu që po ta rastin që ati snajperisit mja dhoj plon bollë edhe me dol për rrethi. Erdhëm këtu, prapë këtu, në këtë vend ku jemi këtu, pak pej komandantëve që s'janë ullë në këtë tavolinë. Janë ardhë këtu, jemi konsultu, kemi bo plane, kemi bo akcione, edhe dha Zoti që dëvimi të liria me shumë sakrifica, prekazi i dha 105 luftarë. 105 luftarë u vronë prekaz. Asnjë shtëpi gati nuk pështoj pa djeg. Kjo shtëpia jam e 2 herë djeg, edhe në shtator, edhe në mars, edhe çdo herë. Beli ka qenë një rast shumë interesant në mars kur prej Juve atje, prej ka Vushtrria, Mitrovice, krejt ju grahen shkjeti prënë në knelle, u foten në shkollë. 270 vetë kanë hypë në tavan të shkollës, janë orë shkjet, son kërkush, veç gra e fëmi, ata janë konë tavan të shkollës, burra e të rritën. Erdhë mush këtu a borri, gra e fëmi të kajtë, se nja 5-6 i këshin vra. Edhe une veti 4 të qitu, na pa të vendosën s'me dollë për i këtuhit, po kur erdhen 300-400 vetë, të kajtë, gra, fëmi, a mon qëna në klinë, klina është të ofër me njëherë, pa ta se dishin ku a klina. Po më thëtë vlau, Milazimi thëtë, hajde vrej që më thash, po na me qu këta, me bo më navra dikush, ose kanë më navra, so dëshke me hinër mjeshkjeve, na tonën këtonë. Thojni kanë qitë në pritë mërë, po me hëra e botës, hajde më recë, i kena morë kemi qu, o në zeke hona si kur ditën. Kur kemi shku, aty ku shveni kritik, e qoj Zoti u boterë, u vran. Edhe i kena qu, pak pa i qu atje në vend, pak pa i qu në vend në klin tullët, na hetun, na gjojten, po ish vend i përshtatshëm, kërkush su plagos, i qum, i vendosëm klin, gra e fëmi e burra ti morë me veti, i qumë në laush, atje metën tani edhe nja 2 javë në laush, po është e nalt. E aty kur në laush, në erdhë momenti kur kapituloj, Serbia, kur i na këthy aty popullat atë na përqafuar, na ishëm tonë të armatosën me armë. Po, shtirë është me folë për këto momente, kanë qenë momente shumë të shtira, shumë të rona. Frika nuk bashkjeton të me i merin, por dhimbja po. A i kishte varrosur me duart e tij 13 të vrarë dhe si që përshkruan a i, një javë nuk i ishte hequr era e gjakut të atyre dëshmorëve. Pasha besën s'kena ditë qa u frika. Veç kena ditë qka është qenë na u pak e barki pa hongër, se s'kishëm as ushqim të mjaftushëm. U dashke, në laush ishëm s'kishëm qa me hongër atja, s'kishëm kena fjet në për ara, kena fjet mujnë mars, ftoft, në ora 3 ditë kena fjet në ora, belin i kushërina u smu qaqëran, sa që i gati vdiq. Vishëm tinës natën, këtu, se i kena pas ushqimet më shefta në bunker. Unë e kum pas bunker, krejt shpinë bunker. Qa kum pas libra, dokumenta, tesha, krejtjen ko poshtë. 2 herë djekë shpia, tona e në pështu. E hishëm marë shumë, jo shiqere, jo krype, jo mjellë, diçka, dhe shkojshëm atje prapë. Dhe qa kum pas në Likoshan të gjithë i kom fotografu një ka një. Kemi pas dokumentacion të mjaftushëm. Aty kom pas edhe një fjalim, kur janë vëros ata, një fjalim të mirë, kur janë vëra në ofanzivë shtatorit, me durët e mija 13 i kom vëros në kodër. I thëmë kodra Kulaqit që i ka, një javë ditë nuk mu ka hjek era e gjakut të aty në dëshmorëve. Traumat kanë betë, pranishme janë. Kena përjetu gjithë shka, zi ma zi. Kanë trupe Mitrovice këtu të unë në shpe, i kena lidhë, i kena mjek, jena mënu me mjekuës, kena mujt, i kena lidhë, i kena quen Likovc. Mjekun e marshëm këtu, plagosën, gjithë shka, po të thamë. Veç edhe qka më dhezë këtë trupe për hakmorje. A ditë që na kanë vëroj Lazgodrën,
A ditë që na kanë vrojë Lazgodrën komandantin I cili ul këtu në këtë tavulinë. Ju kom thonë shokëve shumë dvërnicë, atje te ju. Haram na kovë buka që se nxjerrëm hakun e Lazgodrës sot, edhe a ditë kemi nxjerr hakun. Për të hakmerë, ndaj asaj që akum po, ndaj asaj që akum përjetu, kur më bjen men kogja, I qej krahtë. Po nuk është kjo për mu livdu, po e ndi vetën ashtu. Është vështirë ti mbojsh lot që akum po e që akum përjetu. Po edhe që kemi arrit e ku kemi arrit, duhet të njëm vetën krenar. Falë gjakut edhe organizimit të Adem Jasharit me shok, na sot po gëzojmë lirin, na sot po morëm frymë lirisht, edhe pse çështja jo nuk është zgjedh. Çka kemi përjetuar, çka kemi po thëmë këtu, që tu kemi nej, kemi mas shumë ti kemi nej që tu ma shumë se mrena. Kemi bo plane, organizime, ka me sulmuar, qa me bo, krejt ato. Edhe në fund dul e sukseshme. Në tavolinën e oborit të tij ishin ulur gati të gjithë komandantët e UÇK-s, të cilët merrnin instruksione dhe furnizim me armatim. Vallai, këtu Remi I Llapit ka qenë ja 5-6 herë, komandant Remi. I Lazgodra, Samia, komandantat këtu pos tha që së konë, edhe Ramushi, se zdi kush nuk u konë, të gjithë që tu. Sepse vllau ka qenë prej gjithë herë, edhe djali me pejnë edhe të nishit, gjdo herë kanë qenë përkras të Ademit edhe të grupit. Bili djali I madh që është sot në Gjermania I ka qenë pej aty në matë parve, po ndërkohë shkoj jashtë se dështën të burgosin motrën e qikën taj më të madhen, për shkak të organizimit demonstratave në Skënderaj, ajo mes e Jakub Nurës, generalit, ku shërin Ademin, edhe në përmes saj, ajo organizojshin zonë, sa dilshin demonstrata, të njëtë kur dështën me burgos, një milici joni, shqiptarë thët, jo, nuk o kjo drita dhe atë na të pështon edhe më thët, mu thët, son të pështovo në këtu e kënej boj qka dushët. Në estrit e kum shtin kamion e në Itali e në Zvicër, sot da ditë në Zvicër. Më ardhë vjen shpesh, me ndihmu shumë. Bili ati është u avansua, është drejtoreshe një shkolle në Zvicër. Me qenë se isha une atëherë ndoshta ndërmat vjetrit, për gjithë shka gati u konsultojshim. Ilozi ka orë shumë herë këtu, Samia ka orë shumë herë këtu. Për këta komandantat ma poshtë që nësë po flasë, se për çdo ditë jemi ka bashkë. Ka orë Remi, ka orë pej atje, po qëllimi kryesor që vishin tonë, vishin me morë instruksione edhe furnizim. Furnizim me armatim. Unë ja pa ta siguru një sasit madhe të armatimit në përmes tregtarëve. Se tregtarët s'din çka u lufta, veç ka interesi. Në përmes tregtarëve në Mitrovic, bejle o konë interesant. Kanë qenë shqiptarë ata? Po, njo ka qenë bosnjak. Njo ka qenë bosnjak, ai luj ka rolin kryesor. I lozjerë që tu e Samia, s'po mundu më bëshku në Shqipni me morë armatim. Tani unë I pata lidha nena, tani erdhe I murë ai Remi, vishin që tu furnizimi. Po furnizimi kryesor ka qenë të ja morë pej trupi. I njerëzë rrëth me. Furnizimi kryesor ka qenë të ja morë pej trupi. Armen. Jo të vdekun, po që në uniformës policore, të shkjeve, mos luj, lëshej armet. Merri armet edhe ecë. Ma letë se më shku mi thuj kom të Shqipni. Kret. Ai ngre lart veprën e komandantit legjendar Adem Jashari, duke thënë se ka tronditur botën me trimërinë e tij. Një djali prekazit me trondit botën si kur Adem Jashari veç Skënderbeu në kohën e vetë. Një njeri që me mija tjerë janë shku si kur Ademi në Shqipni, kur e kanë po tutën ik jashtë, le vetën e nej, ai nuk I ro pishman, betimit si ro pishman. Për ka posë edhe në tradit familjare, se dhe baba I ti që ashtu ka qenë. Shaboni ka qenë ndjekun, mësus ka qenë ndjekun politikisht I përjashtun, pej pune, pej tënave,
gjithë herë anti-shtet, anti-okupator. Ko që kur s'ja ka shtri dorën kuj, kur së tut për jas kuj, kur së tutët as për pushteti as për mileti, kanë qenë trima, krenar, kanë qenë të pasun, se në konë miftjoq me bo luft për pare, për ploqka, tënat mirat i kanë pas, gjithë ju ka mungu në jetën e vetë, tënat mirat i kanë pas në shpi, po dëshira edhe edukimi për çështje kombëtare ju ka mungu edhe e dëshmun edhe e fitun. E fitoj krejt shqiptaria në sajt kontributit tyne, krejt shqiptaria fitoj. Shiqo nuk u dit deri u pa ku fo me atina kur u vra. Unë e kom përcjell me durbi non-stop, her pej minores gjamis aty, her pej pozicioneve ndryshme, non-stop e kom përcjell 3 dit në gjarin që ka ndodhë. Krejt, ton ditën, kur panol, edhe nuk kena mujt me dit kur u vra. Kena mujt me po granatimet, kena me po timin, kena po njerëzit të sulmuet, njerëzit të ik, kena mujt ato me po kapak, ama kur u vra deri u po ku fo me atina se kemi dit që u vra. Bili, na qarkullajshëm, jo u doll, edhe vetë lansojshëm, jo u doll, ademi u doll për i rrethin, nuk është vra, për me mujt me majt një far disponimin mas. A dite kur u mur vesh që u vra, kam shku me një grup, kemi shku të vorët, atje ku janë tash vorët, aty janë konë plot edhe të tjerë, kemi kontribu që kemi mujt me kontribu, me një aktivist Bilina Roku të ftoftit shkum të një shpi, të knena këto shpijat që në kne ku po shiten ato senet, erë një tha, valla tha që të është dikush gjallë. Kubre, e 4 dita, e 5. Ku që të tha, që të është dikush gjallë, thash, hinë këqyrë mëre, se nëse tu më kur gjallë. Kërjar tha, jalla tha, në podrëm tha ish një kushëri tyne, me gjithë fëmijë shkon hinë, e kështë pas bo bunker atje, s'kan ujt me gjithë shkjet, po ish i kon alavanos pej mungesës të ushqimit, të ujt, e ajrit, edhe qa dit i kena nëzirë, pe aty ti kemi qitë në traktore, i kena kru qëtë në lojë qëtë u vendosa e familja dhe në shëru. Imeri ndërkohë kthehet për të komentuar edhe zhvillimet e sotme, 24 vjet pas luftës. Ai thotë se ndjeti i zhgënjur dhe i pakënaqur me disa vende të banuara me shqiptar, që ai i quan krahina të Kosovës, të cilat beson se po u mohohet të drejta gjuhës shqipe ende. Sipas tij, nuk është realizuar ajo për çfarë shqiptarët kanë luftuar. Nuk po guxoj me idhmu zemrën fort. Nuk jam i kënaqur. Nuk jam i kënaqur me atë që kemi, edhe çka po na gatuin, nuk jam i kënaqur. Nuk jam i kënaqur me fatin edhe të vllaznive tonë në Sanxhak, që e kanë shkput prej Kosovës, e kanë shti Serbia në gjiun e vetë, dhe sot ata vujnë, nuk e kanë gjuhën, nuk e kanë shkollën, të në të zezat ja bojnë, qysh ne kanë bojnë neve, tash 2 fish atyne, pse janë gjak shqiptari, as kanë administrat, as kanë shkollë shqip, as kur gjë, Sanxhaku, janë 8 komuna janë anena që kanë metë në robnin e Serbisë. Nuk e kanë të drejten vllaznit tonë në Kosovën lindore, që dikush shpjothat Lugina e Preshevës, nuk e kanë lirin kur që lloj këfar. Edhe kështu që nuk po guxoj me një vetën të kënaqur, sepse nuk u realizu ajo që ka shqiptarët e dojnë. Shqiptarët e dojnë Shqipërinë e bashkume, e dojnë lirinë e plot, ato se kemi. Sot ende kufini Shqipni, Kosovë, çka na vyna i kufi, na s'pëzbatojmë. Në 2010 në këmë organizu me shok, me prishat vend krejt, po s'na lan. Ishin mobilizu me mija policë të të dhe Shqipnisë, me na bokash. Na dëshë mës miliona siguri aty. Nuk mundet çdo njeri që ka ndjenja patriotike, kombëtare, nuk mundet me ndi vetën i kënaqur. Jemi të kënaqur veç se kemi Serbin me na komanduar, me na imi krye, edhe pse ashtu na gatu kurtha. Në çdo formë, në krejt botën të mundu me na komprimitu, si gjithë që ka bo.
është një popull, po thëmë një popull, që rren, mashtron, e tradhton dhe qehrja si lunë. E këta janë sërt, e sidomos politikanët e tyne në krye me popat. Politikën e tyne e gatojnë popat, nuk e gatojnë politika as demokracia. Ta thirën që në demokrat, po erë demokracia s'kanë. Ata edhe sot, edhe gjithë herën kota tillë. Kurse për ish-krerët e UÇK-s, të cilët qëndrojnë ende në Hag, Emiri shprehet i mërzitur. Thotë se nuk e kanë merituar të jenë në këtë pozitë njerëzit të cilët sollën lirinë. 2 ditë pa marrë në Hag Hashimin edhe shokët e tij, nona e më fotografu me ta. Që e kërkom këtë fotografi. 2 ditë pa e marrë. Qa ki me thonë, me ta marrë njerin që ta sjell lirin, nuk mund është me një vetën mirë. Ndoshta ka në i gabim. Në lufta nuk është ideal, pa pos gabime në luftë zbohet, por nuk e kanë meritu atë që ka jau bënë, që ka jau gatu. Nuk e kanë meritu. Me ta morë zotin e shtëpis, ajo shtëpi dihet çfarë është. Kështu që është një absurd i madh, një gabim shumë i madh që i kanë marrë i kanë quati. Edhe nuk e di këta që bëhen dëshmitar, qyshenin vetën. Nuk e di a do të mendojnë ndonjëherë që a do t'i vret ndërgjegja më ju bë dëshmitar njeri që ta bje lirin. Njeri që ta ne ka sjell që sot qysh jemi. As kemi pas rrugë, as kemi pas rrymë qysh duhet, as kemi pas kanalizim, as kemi pas ujë, as kur gjë. Tona na i pronën. Jo po vjedhet, jo kanë keq përdor, jo kështu ashtu. Po ku ka në botë që zbohen proshtë, kur ta në shbuk. Po nashta ka edhe ashtu diçka. Po këta njerëz se kanë meritu me shku atje. Këta se kanë meritu me qu atje. Në fund, ai kërkon nga të gjithë që ta respektojnë lirinë, të kenë më shumë dashuri dhe respekt për njëri tjetrin. Për krejt qytetarët kam mesazh. Ta duhen njëri tjetrin, të jenë sa më të afërt, sa më dashtëm, të respektojnë lirinë, të punojnë ditë e natë për bashkim kombëtar. Sepse vetëm një bashkim kombëtar, një Shqipëri e bashkuar, është ajo që mund të thotë jam e zoja vetë vetës. Për këtë kam garancionet të marrëne prej njerëzve të mëdhej të Amerikës edhe të tjerë, që Amerika e don një Shqipëri të bashkuar, një Izrael, që shikoj Izraelin karshi Shteteve Arabe, një Izrael karshi Rusisë edhe ortodoksizmit që po na nxin jetën neve dhe Evropën petrasë. Kjo është ajo mesazhi im, të punojmë ditë e natë për Shqipërinë e bashkuar, për Shqipërinë etnike.